Në 3 milion faqet e reja të publikuara lidhur me dosjen e Jeffrey Epstein, shfaqet edhe emri një vajze shqiptare, e cila rezulton që të ketë aplikuar për një vend pune si asistente personale. Sipas materialeve, rezulton që e reja me iniciale ET të ketë aplikuar në mars 2017. Jakland i shkruan Epstein: "Isha në Tiranë, ka femra të bukura." Fillimisht, ajo ka dërguar një CV, një personi ndërmjetësi, emri i të cilit është imbuluar në dokumente, duke shprehur interes për pozicionin e punës. Sipas të dhënave të CV-s që shqiptarja kishte dorëzuar për të aplikuar për këtë pozicion pune, rezulton se jetonte në Tiranë. "Përshëndetje, jam e interesuar për punën për të cilën i that Evan Luthras, por unë nuk jam me bazë në SBA. A është kjo problem?" thuhet në emailin që ka dërguar e reja. Në vijim të komunikimit, personi tek i cili po aplikonte për punë i kërkon asaj që të dërgojë 3 foto me cilësi të mirë dhe CV-n. Kandidatja më pas përcjell dokumentet dhe 3 foto personale. Pas marrjes së materialeve, i njëjti person ja përcjell emailin Jeffrey Epstein, duke informuar se bëhet fjalë për një vajzë 21-22 vjeçe. Edhe pse në CV thuhet se vajza jeton në Tiranë, personi që i dërgon emailin Epstein i thot se ajo jeton në Paris, duke e pyetur: "A duhet ta intervistoj këtë?" Në listën e bashkëngjitjeve të emailit, përveç CV-s dhe fotografive, rezulton që e reja t'i ketë dërguar edhe një video për kandidimin e saj. Nga dokumentet nuk rezulton që vajza shqiptare të ketë pasur komunikim të drejtpërdrejtë me Epstein.